Sahih al-Bukhari. Të nderuar vëllezër dhe motra, tani kthehemi tek hadithi e Talha bin Ubejdillah, të cilën e cekim Bukhariu në kapitullin Zakatesh për Islamit, në kapitullin e imanit, ku Talha, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se njëherë përderisa ishën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhi një njeri pe Nejdit, mesi, provinca mesme nga këshillit arabik. Ai ishte thairu ras, flekët i kishte parkrehura, njeri që kalltuar larg. Deviju sautihi wa la yafqahu ma yaqul. E nisi me thjerë pejgamberin pes lartit. Ndëgjoj zëri, për nuk kuptoj çka po thot. E kishte tradit e beduinëve me fol pes lart, pe distancë me fol me dikant. Rani është me pritit afrohesh afër njerit, pastaj me fol afër, por dikush e ka tradit pe distancë flet ende pa u afruar. Derisa të afru, kur afru, atëherë sahab për kuptojnë çka po thot. Dhe filloi wahu yes'alu an al-islam, filloi ta pyes për islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Khamsu salawatin fil yawmi wa layla." Ai pyeti për islam, e pejgamberi po i thot: 5 kohë namaz ti ka obliguar Allahu, apo i ka obliguar Allahu mbrana natës dhe ditës. Tha: "Hel leje gajruha, a kam obligim tjera diçka pas 5 këtyre namazeve?" Tha: "La illa an tattawa", jo përpas nëse ishton ato. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "O siyam Ramadan", dhe agjerimin i muajit Ramazan. Beduini tha: "A kam diçka tjetër pas Ramazanit?" Pejgamberi tha: "Jo, ila an tattawa", përpas nëse agjeron vullnetar. Pastaj pejgamberi përmend aty në zakatin. Dhe ai sërish e tha: "A kam diçka tjetër pas zakatit?" Pejgamberi tha: "Jo, përpas nëse jep vullnetar." Atëherë njeriu ja ktheu shpinën dhe filloi me shku nga dhe ka ardhur, e pejgamberi dhe po thot: "Wallahi la azidu ala hadha wa la anqus", nuk kam për të shtu pasha Allahun, nuk kam për të shtuar asgjë nga kjo, edhe as nuk kam për të paksuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Aflaha in sadaqa", ka për të shpëtuar nëse përmbahet kësaj çfarë tha. Hadithi cek amele vepra të imanit. Cek 5 shtylla, 5 kohë namaz, të cilat ne ka obliguar Allah mbrana natës dhe ditës. E beduini pyeti: "A kam diçka tjetër farz obligim?" Pejgamberi tha: "Jo. Jo. Illa an tattawa", përpas nëse fal vullnetar. Nëse fal namaz nafile, namaz vullnetar. Farz e kena 5 kohë. Nuk kemë më shumë. Ne i kemë 5 kohë namaz farz. Qëto 5 kohë namaz të cilat ne i dimi, sabah drejt akşami, ikindi akşam dhe yatsia, 5 kohë namaz. Më shumë nuk kemë obligim. Të tjera që nafile, janë sunete, futen grupë nafileve. Ato e kanë vlerën e vet, e kanë rëndësinë e vet, e kanë peshën e vet, nuk diskutohet. Por mbesin nafile, sunete, ndërsa farzet janë farze. Pastaj pejgamberi tha: "O siyam Ramadan", e ke obligim gjithashtu me agjeru një muaj Ramazan. Dhe ai tha: "A kam diçka bërë obligim më shumë se sa një muaj Ramazan?" Pejgamberi tha: "Jo, alayhi salatu wassalam, përpas nëse agjeron vullnetar." Me që e kuptuar se ne si musliman kemi për detyrë obligim farz vetëm një muaj Ramazan me agjeru.
Edhe këta e din musliman, të gjithë muslimanët e din se farz obligim është vetëm një muaj i ditë Ramazan dhe jo më shumë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja përmendë zakatin, se e ke bërë zakatin. Beduini pe pyetja Rasulullah, a kam tjetër diçka obligim përpas zakatit? Tha jo, përpas nëse i jep vullnetar. Kështu që ne në pasurinë tonë kemi diçka që është farz, e që është zakati, dhe kemi diçka që është nafile vullnetar. Sikur se në dhërimit e tjera, si në namaz, po ashtu në xherim, po ashtu edhe këtu në pasurinë e zakat. Zakatin e kena farz, në mënyrë të prem, ndërsa sasin tjetër e kena nafile vullnetar. Dërë me dhanë, Allahu që përbleft, por nëse nuk jep e kryve zakatin, zjarmi i xhehenemit nuk të kap për këtë çështje. Më pas kë beduini ja ktheu shpinën dhe po kthehet me shkuë nga edhe ka ardhur dhe po betohet se nuk ka për të shtuar as për të paksuar, pra kam i përmbajt këtyre. Çka i ndëgjoj prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alaihi salatu wasalam po i thot aflaha in sadaqa, ka shpëtu nëse i përmbahet kësajna që ka pëthët. Pra, ky ka punë të mirë nëse i përmbahet këtyre që ka i premtoj, ka me hyngjenet me emrin e Zotit. E që për këti hadithin zirën shumë dobi dhe përfitime. Ndërto, rëndësia namazit, rëndësia zakatit, rëndësia e agjerimit, dhe se këtu janë për imanit. Janë amele vepra të imanit, me të cilat shtohet imani dhe pa të pakohet imani. Këtu në këtë hadith gjejmë se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka cekur haxhin. Andaj duhet të ketë përgjigje. Ulemat se Neveviu dhe të tjerë që kanë komentuar këtë hadith janë përgjigjur me disa përgjigje. Ndërto kanë thënë, haxhi së pari thuhet se hadithi është thënë që ngjarje ka ndodhur në vitin e 5 Hijri. Në vitin e 5 Hijri ende nuk ka qenë obligim haxhi, sepse haxhi është bërë farz në vitin e 9 Hijri. Do të thonë ka qenë periudhë hershme. Po ashtu, pe çështjet të cilat parashtrohen, pe pyetjeve të cilat mund të parashtrohen rreth këtij hadithi, pejgamberi po thotë ka shpëtuar, kurse nëse i përmbahet kësaj, kurse në këtë hadith nuk po të cekin edhe shumë sene tjera, jo vetëm haxhi, por nuk po të ceket respekti për ndërve, lidhje farafisnore, shumë farze tjera që ka robi nuk po të ceken. Ka thënë ulemat se janë disa mundësi. Ndërto, ka ardhur në transmetim tjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja shpjegoi atij na fen e pastaj i tha ka shpëtuar nëse i përmbahet. Por në disa transmetime tjera ja shpjegoi edhe gjëra tjera, elemente tjera të fesë. Mund të jetë përgjigje tjetër se kjo, që thamë pak më herët, nuk ka qenë fund të Islamit, ka fillimi dhe ende shariati islam ka qenë duke plotësuar dispozitat shariatike, zbritnin dhe u plotësonin. Të tjerët kanë thënë, për përgjigje tjetër që mund të jepet për këtë çështje, në disa transmetime tjera, dikon është cekur haxhi, dikon është cekur zakati, dikon është cekur Ramazani, dikon nuk janë cektu, janë cekë në vendi tjetër, dhe kështu që kur të përmbledh shtana transmetimet dhe hadithet, e shef sa i bekuar alayhi salatu wassalam ju ka folur njerëzve sipas nevojave të tyre, mentalitetit tyre. Dikujna i mjaftojnë qëto, apo një herë këto kur t'i kryjnë, pastaj kryjnë edhe tjerat, apo këtu janë deri tani, e pastaj këmë kojmë edhe tjerat me emër Zotit, sepse ende nuk janë bërë legjitim të gjitha ato, dhe kështu me radhë. Nga që hadith mund të kuptohet gjithashtu tek namazi se a kam obligim tjetër jo përpos
nëse do me falë vullnetar, siç thot Ibn Battali, komentuesi i njohur i Sahih Buhariut, asese në asnjë rrethan nuk guxon të kuptohet ky hadith se bën që robi të menjanoj, të anashkaloj, të lëfarash, krejt anë të lëanash krejt sënitet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjala për namazet sënite, nuk bën milan. Nuk duhet kuptohet. Sepse sënitet kanë peshë të madhe në dinën e Zotit. Dhe se ato janë pjesë e pandashme e dinit Allahut, te barek ve teala. Por çështja është janë farze, aty janë sënite edhe kaq. Ka edhe shumë diçka tjetër që të flitet rreth këtij hadithi apo që mund të flitet rreth këtij hadithi, por me kaq po e përfundojmë dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري